Franci, vetëm një pyetje kam për ty, se është takimi jot me Mikelën. Më thuaj, a ndryshoi diçka tek mënyra se si e sheh Mikelën pas gjithçka që pam studio? Domethënë mua më pëlqen, më intregon inteligjenca një femre. Deri tash, domethënë këto që kam parë, Miki nuk e ka. Kam një problem unë, që se di, mu më tërheqin malestëri, si thëtë që... Toksiciteti? Po, djem të këshinjet. Po, dhe me thënë... është simptom edhe kjo. Dhe me thënë, nuk e di. Vjen keq se Franci mylli njofin, po ka drejt. Kam qenë 21-22 vjeç, domethënë atëre, me këto eksperimentën, se Miki thotë që ndoshta zgjen adrenalinën tek unë. Okej, ashtu po e lejmë. Kam bërë shumë. Nuk është se kam se do ta prek shumë si temë, është një periudhë e errët, domethënë që nuk kam shumë çfarë flas. Sa ka zgjatur kjo periudhë? Rreth një viti, 2 vjeç, fiks 2 vite. Kështu që i kisha dhënë si takim, si jam ndje, një nom. Duke parë sjelljen e saj me Gjonin, atëherë domethënë do ta shikoj se si rrjedhin gjërat. U dashurove, ti e pëlqeve Gjonin. Tani më thuaj pak, sa larg keni shkuar ju të dy? Si sa larg? A keni patur intimitet ti dhe Gjoni? Jo, nuk ka nevojë për intimitet për me pas. O, Mikela, të lutam. Mikela, të lutam. Është konsumuar një marrëdhënie? Po, kaq, mbaron këtu muhabeti se s'është turp sot kesh bërë dashuri. Lutem, nëse dua të gjej Mikelën. Mikela. Ka i herë heshtja është ma... Miratim. Heshtja është miratim, tha. Okej, pra, atër kjo e justifikon, atër unë e besoj që Mikela e ka këtë revolt me Gjonin. Mikela ka patur momente intime me Gjonin, base ka krijuar ndjenja më shumë. Në këtë rast, Gjoni sërish mund të themi ka qenë penisi fluturues. Por jam mu largu për situatë, mu shmang për situatë, dhe mas e pas e sillej raporti me Gjonin, se s'do me e vazhdu. S'do me e vazhdu ma me ta. Se me vazhdu me njëri që mendon që ka haremin aty edhe më bën çfarë dojnë, a kupton? Trajton si me kenë kuklla vet. Edhe sot Miki është, nesër Miki nuk është. Mikela, kur ke fjetur me Gjonin, çfarë të ka premtuar? Nuk ka se ka premtuar diçka. Thjesht me vepra. Çfarë të ka thënë? O Megi, të lutem vetëm diçka. Jam I vetmi që nuk bëj premtime zero për të pas një marrëdhënie apo diçka. A ke më thuaj ti çfarë ke thënë që jemi në këtë situatë? Pëlqej, arrim. Në këtë situatë, çfarë I thoje Kleas që ishim në të njëjtën situatë atëherë? O Megi, tani të kuptojmë shqip. Më pëlqen, të pëlqej, arrim. Është I but, moj, nuk është I dhunshëm. Është I but. Nuk kam nevojë unë me as premtime, as mashtrime, as asnjë lloj zoje. Është I but. Është si sëmundje e but. Kaq. Ato mendojnë që kryen marrëdhënie seksuale me Gjonin dhe kjo do t'i garantoj vazhdimsi dhe një marrëdhënie të vërtet. Ai është lozonjar, shkon nga një lule në një lule. Po quhet patologjia doktoreshe, se po e kërkoja, quhet realisht patologjia doktoreshe. Janë vajza të cilat mendojnë se mund të rregullojnë djem toksik, mund t'i kthejnë në djem të mirë. Infermieres. Infermieres, bravo, infermieres. Infermiere I kam lënë Gjonit ton. A vërtet jemi? Si? I kam lahen Gjonit. Po, e ka lahen, ta disa I qa telefoni madje unë Miki dolëm një natë, edhe po priste me Miki ndërsa të vija unë që të konfirmoje që po takonte mu jo një mashkull tjetër. Do me thënë, ka dhënë ca shpresa në ndërkohë që unë kam qenë prezente, që shumë mixed emotions, mixed signals. Pra kjo ka përjetu për ditë 24 orë. Edhe xheloz, të shpërpjekur. Ua, xheloz? E ka çu të shtëpia vet I ka la pjatat Miki, Gjonit. Atë bën një pastrus. Ka bën edhe video. Jo, po, ama mund ta sqaroj unë, se unë sqaroj zonat me. E ke futur në shtëpi Gjoni? Ka I futur gjithë në shtëpi. Prit, po. Okej, po çfarë I futur gjithë? Edhe kam për Gjonin bilet. Edhe kam diçka për Gjonin, ta tregoj video të bukur se është e bukur. Nuk kam nevojë të qeshësh Gjoni. Ta tregoj video të bukur. Ta tregoj video të bukur. E di që atë video do të tregoj se është shumë fëmijë që po atë tregon. As nuk do. Ua sa idiot. Ma jep këtu celularin. Ua sa idiot. Nuk e bëfojnë Gjonin. Ua sa keq kam dalë në atë video, Juve nuk e përgatita. Juve doni të jeni Ka një video Gjoni me dy vajza në dhomë. Duke më la en të dyja në shtëpi. Unë po lasha e, në koncept nuk gatoj, nuk pastroj. Kishin shku shtëpisë.
S'kam qenë tu laje, unë jo personalisht. Jo, nuk është gjë ulët, kishën shkuar shtëpis diku jashtë shtetit edhe për të, ja ke parasysh edhe mora vajza për të më bërë punë. Milaen tha, më pastro dhe shtëpinë tha. Do të thënë ju të dy a hipni në makinë dhe i shkoni Xhoni në shtëpi për t'i larë enët. Uluni. Uluni gjithë, ullu dhe ti Xhoni, ullo. Jo, se Ullu më Xhoni se gjëja Hapja gjërat e tjera, Megi, hapja fotot e tjera, Megi, hapja. Hapja fotot e tjera. Jemi gati. Me fokus. Ua? Sa punëtori e mik. Po i lajnë enët. Jo. Aja më pëti të pa. Edhe tash pas që po e qonë të dikujt, se e pa. Shu, Mikela, kur ti je gënjeshtare kundrejt të tjerëve, nuk mund të presësh që të tjerët të jenë të sinqert me ty. Po për këtë unilaterale. Për këtë e bëni luftën o goca, për këtë e bëni luftën. Për t'i larë pjatat Xhoni. Larë pjatat e Xhonit. luftën e bën për me vla venin, se do me ishte i pastër, po prandaj se lan. Jo, pa gjithë që të them gjithë që ka... O normalisht si njeri, do gjej, se nuk e pretendoj, nuk mendova që kë mund shkojt mi kërku të gjitha gocave në studio, po vini me Milaen. Se kishte kërku dhe Gjiljoles për shambim fjallë, po sa ata ka kërku një... Hajde Milaen. Son më pra, Mikela, sa e ka Xhoni pinin? Ose di ose me dit. Dallaqe Mikela. Nuk e di sa e ka, Se di pra. A mund të them diçka? E di pinin? Jo, thjesht... Petrina, sa e ka pinin Xhoni? Është... As që më intereson. Atër mendo si Xhoni, Megi Pojani. 0. E ke zet. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, 2, 5, 8, 0, 0, 0, Ditëlindjen mi kur ka ditëlindjen e vet. Shive çapini kam, apo bloku. E bllokoj 1 minutë. E bllokova. Tani, a mund të them diçka në lidhje me këtë që ka ndodhur? Jo, ta them unë diçka se tha Emi diçka Emi. Ka shumë rëndësi kjo gjë. Përpara se seriozisht. Ka rëndësi çfarë, se jeni sinqert? Jo, ka Që ti je bashkë gënjeshtare me këta. Do ta shpjegoj situatën siç ishte dhe jo, me faktin me gjithçka. Jo, pra që se shpjegoj siç ishte. Mbas e kishte për dashuri me Mikelën, si ishte? Jo, çfarë thua? Po ku e di ti? Ishim, pse unë isha me të gjithkohës, 5 minuta ishim aty se dëgjoj. Të lutem me lërë të flas, sa qa ka bërë ajo është manipulimi situatës. Tani qa ishte unë e Mikela po kishim dal. Xhoni po e thirrte ta hajt bëjmë një xhiro. Ai na çoi vet në fushkruj tek shtëpia e tij. Nëse dishim se kishim shoqen ton tu na pritën një lart. Ju mendoni se po flasni se na shtir dhe gjetët veten fushkruj. Ju të dyja jeni dy objekte që ju marrin edhe ju çojnë në fushkruj, se mua kjo më çmend. Ne ishim të dyja, ky na mori, na çoi atje dhe ne thjesht ndetëm. Cila është pjesa tjetër? Edhe la menet. Mbarojmë. Tani ne shkojmë bëjmë xhiro. Ne kishim një orar që do të ktheshim prapë në Tiranë që ta takojmë me shoqe. Xhoni si kishte familjen këtej, edhe tha diçka që Mikelës gjasma si isha ka që haha do vish fushkruj të mi lajsh pjata. Edhe unë si robi mirë se jam. Që ja kisha bërë Mikela. Jo, thjesht nuk ta mbarojmë. Jo, kam shumë vlerë, do ta them diçka. Tani Xhoni, shikoj unë kam shtëpisë jashtë dhe kthe të Mikela që ishte në pasagjer normal se po flas, po nifëm me njëri tjetrin. Daj thot, a do mi lajsh pjatat Mikela? Mikela tha, ha, po, siç mund thot si shaka, kupto? Po ky më vërtet shkoi te shtëpia e tij, unë gjitëm lart, më mbushi një gotë pije energjike, ula aty, lau pjatat 5 minuta ikëm direkt. Ai ka manipuluar situatën, se unë as nuk isha për la pjatat. Unë isha aty tunë pranë mikit, ky thot, "Ha, ema, po e bode ti dhe pas e çoj dikujt." Ky e ka planifikuar dikujt mos fol kot. Emi, ishe ti? Ja ki çu dikujt. Se kam fol me një rob. E ke mashtrimet e juaja. Dgjoj. Vajza, unë e kuptoj se Xhoni është totalisht jo serioz, po ju të dyja kaq budallaqe. Unë jam shoqe e Miki po nifë me Xhonin çka kisha po, jo, larje ende. Po pse me zhakuar problemi? Xhan, veç pa ku probleme. Javën e kaluar deklarove Katrina si për tjerëve. Çfarë marr vesh ti dole me Mikin? Po pra, po. Jo doli më jo, ka bërë dashuri. Tani morë vesh moj. Ka jam partner shtrati. Çatë po ta lofë, çikën po seks. Po, dhe literalisht t'jeshën gjitëm si për... Se po fletemi. Poshtë. Edhe se ka vlejt fare. I lafi dhe gjithë ato pjata. Se ka vlejt fare. Se na boni sikur nuk e knaqet duke la pjatat. Xhan, këtë përgjigje. Qa përgjigje?
E po hoj E kisha vetë bë goca çka kanë. përveçsisht Gjonit e kisha bë njëri që më thotë kam nevojë për gjë zakonisht kam ikë edhe Po në fleto Mikela, çfarë po fleto Mikela, se tha Xhoni hajde mlaj enët. Kjo është ka nevojë për diçka, se ti je robi mirë dhe shkove te fushkujt laj enët e Xhonit për 5 minuta. Apo Milan tha Enes, tha se vjen nesër familja për Zigjo Po Mikela, di çfarë është Zerbino? Zerbino moja, di çfarë është? Po se bëna, nuk e bëna Pik. E kisha bë pavarësisht pra fakti që ti shtrihesh si tapet dhe bën çfarë do lloj gjë që thot Xhoni, nuk do të siguroj dashurinë e Xhonit. Nuk e siguron asnjëherë. Edhe siguron, po nuk ka të bëj ajo gati. Duke dënuar veten tuaj, duke mos respektuar veten tuaj, duke nxjerr veten si budallachka. Dhe pastaj ofendoheni kur djali tjetër të thotë nuk je inteligjente sa ç'duhet. Moj si mund t'ja bëni këtë vetes tuaj se ai është në Terezi. Juve të dyja si ja bëni këtë vetes tuaj. Është të vazhduar në kohë. Ishte të kalu kohë. Ti vazhdo dhe për shkenca ndërkombëtare do bësh diplomate nesër është kulmi. Po çfarë gabimi ka? Kulmi edhe ti shoqëroje. Unë isha me shoqen time në ndërkohë që ajo ishte me ishte një. Kam sa rroba për të nxjerrë në shtëpi, do vini. Në moment që ishte të rroba, edhe çfarë po tani e bëj gjyrë me Xhonin. Mikela do vish do ndesh edhe rrobat e mia në shtëpi. Po me pas nevojë të ndej rroba. Okej, por pas nevojë ti kisha Mikela, se nuk jam i mbarosh fjatat e atij. E kam bërë gjithë kalon nga shtëpi tona, po jo Mikela, jo, duhet të mësosh të respektosh vetën. Se jam Zerbino, se donte Xhoni shtela e enët se do I vinin të shtëpisë nesër dhe do të çështë rregullta. Ka fillimi që do na bënte video, se mezi ka pritur. Se mezi ka pritur me kapi më bë video biles. Për zotin ja. E ki bë edhe ja ki çuti duhet të kërkosh një djalë që të respekton moj motor. Ky nuk është respekt, o e dashur, çfarë po bën me veten tënde? Çfarë po bën? Se s'është respekt Mishak. Çfarë po bën? Të marri tjetrit e shtëpia vet, të lash pjatat edhe të kthesh. Ku marrëdhënie seksuale me ty dhe thot më pëlqen tjetra, moj çfarë po bën? Ke drejt. Po kam të drejt, pra e di që kam të drejt, po ti e kupton që kam unë të drejt. Po Zhaku mund të Moj nuk je duke respektuar veten tënde se nuk më intereson çfarë bën. Po pse mi Zhak ka me dëshirë? Ti duhet të mësosh të respektosh veten tënde. Nuk ka të thënë se Mikela, mbas Xhoni do jetë një Xhoni tjetër dhe një Xhoni tjetër, duhet të mësosh të vësh kushte. Duhet të mësosh të duash veten. E para është dashuria për veten. Kur ti nuk e do veten tënde, mendon që do doj Xhoni ty? Ë? Ju kaluat natën tek shtëpia e Xhonit? Jo, 5 minuta. Jo, pak kemi. 5 minuta, shkua deri në shkruaj, ëh. Na ka bë më shumë rruga se e di si. O goca, ju këto çunat që përballë, çfarë do bëni ju? Ndërkohë që ishim aty do vi kjo. Ta çunat që janë përballë, çfarë mendojnë për ju? Mendoj që jeni vajza serioze, që jeni inteligjente, që keni karakter. Po Mikela ti mendon që joja nuk është përgjigje, Xhonit mund t'i thuash edhe jo, ti vet, të marrin telefon ti thuash jo. Jo, ke provuar ndonjëherë thuash jo, duhet të mësosh të thuash jo. Okej, unë si me thon jo, kjo problemi jam. Mësosh të thuash jo, mëso të vendosësh kufi. Fakti që një person të kërkon, nuk do me thënë që ti je aty dhe do bërë sklavja e tjetrit. Mëso të thuash jo, edhe ti jemi. Pse sklavë është edhe ti? Për 5 pjata? Edhe ti. Po edhe për një pjatë. Për 5 pjata. Po kishte dëshirë, Okej. Mami jot Skalavastovilje që do bëhet ti gratë botës të lajë pjata. Isha vetëm unë në shtëpi dhe kisha nevojë me mlaj çikenet. Ja, mund të. Po ti gjem vend e bën ku vend. Po s'e more Ketrinën ti, po more Ketrines I ka gatu Gjuni buk, nuk e ka shti me lo pjata. Ama sa që ti ke la pjata si javës kaluar, mos a bën kot. Ja, Ketrina nuk ka lo pjata, po vjen shumë. Ke qenë dhe ti Ketrina të shtëpia Xhonit? No? Ke qenë dhe ti të shtëpia Xhonit? Ju. Je sigurt sepse Xhoni ti nxjerr gjërat, mos po jo tani se do dalësh keq 2 herë. Ketrina e thupron Xhonin. Po ku ka gatuar Xhoni ty? Jo, jam kon Tiranë, jam kon të fol, edhe Gjona ashtu kon të ardhe I kum thonë, shumë për më hanë të vesë me sugjuk, se s'kum hangër që në podcast. Edhe ai të soli vezën. Edhe sugjukun, soli vezën. Po, seriozisht. Sugjukun e kisha marrë në Prishtinë. Ka po sugjuk të Kosovës. A mund të them një gjë në lidhje me simbolikën që ka ky gjest, edhe dua ta përfundoj këtë bisedë me Emin sepse do ishte mirë që Emi të reflektonte. Emi nuk ka fyrje më të madhe. Miki ndjes. Nuk ka fyrje më të madhe se një djalë që është në shtëpinë e tij, ka pjatat e palara, vin të merr ty te shtëpia 20 e ca minuta, gjysmë ore larg. Çangari, është lësh gjithë ditën. Prit është simbolika e gjës. Të fut në shtëpi, të bën të vë të la shenës dhe pas minuta të kthem prapë aty ku ishe. Po pra, nëse ti nuk e arrite do ta perceptoje para se gjë të ndodhte, perceptoje tani. Është kelja më e madhe që ai ty të ka bërë. Dhe nëse ti I jep mundësi të dyta një djali të atill që sillet shumë me ty, bie që budallaq që ti. Ai është super I zgjuar
sepse ty po të shtyp që të biesh edhe më shumë në dashuri duke të ta vrar sedrën, duke të ta vrar karakterin. Unë jam largu për një situatë toksike dhe më duket vetë si me pas një situatë toksike tjetër. Ej, me çfarë po bën? Ti Mikela, po na thua thjesht atë që duhet thuash. Çfarë po bën? Tjetër gjë thua, tjetër gjë bën. Po pra, se unë e di që gaboj, unë i di i bëj vretje vetes. Por duhet mi u... Emi, atëherë të drejtojmë pak ty. Ti, megjithëse pretendon që je shoqja e Mikelës, se do jeni shumë të zonjat për të ruajtur këto alanca tuaja, edhe pse ti e di shumë mirë që Mikela pas ka një marrëdhënie me Xhonin dhe keni shkuar të dyja tek shtëpia e Xhonit. Ti sërish të kthen syt nga Mikela kur u të pyes do dilje me Francin, një alancë idiote që nuk e kuptoj. Ti si shoqja e Mikelës, që e dashkë kaq shumë dhe që do ta mbrosh edhe në program, që shumë shpesh edhe i mëson se çfarë thotë dhe i flet në vesh. Pse e lë Mikelën të gaboj? Pse të duket normale, aty që Mikela po shkon fushkruj për të larë enët për 5 minuta. Po si ishte gabim Omegi, ko ky gabim. Po çfarë është ky gabim tani? Po gabim është Xhoni, gabim. Kisha nevojë. Është tallje pra. Është tallje. Kisha nevojë. Po, a di që si femër, unë e di vetë që si është ajo ndjesi kur mund të pëlqesh i mashkull dhe ndoshta s'është robi e duhur për ty, po në mënyrë se ti si ndjesh si femër në atë moment, ca herë i thua vetes se po hajt më e bëj. Po ti që ishe kthjellë ta, nuk ja thoshe dot dy fjalë? Si unë kam qenë në atë pozicion dhe unë e di shumë mirë që unë mund t'i them diçka si shoqë, por në fund ditës është dieta mike da ajo. Atëre një shoqe e mirë. Një shoqe e mirë. I thot shoqes, ky është gabim. Unë nuk vin makinë me ty, bëhe vetëm të gabim. Jo po vi dhe unë me ty dhe ha i lajm pjatat e Xhonit. Kjo nuk është thjesht shoqe e mirë. Një shoqe e mirë i thoshte, vajzë dashur. Unë e kuptoj që ti je nën efektin e një pëlqimit. Unë jam e kthjellët. Kjo është fyerje. Unë s'vin makinë me ty. Po nuk është që Xhoni sa hajt, do lajsh pjatat hajde, ne po bëshim gjërë dhe në muhabet e sipër ta je promosh për pjatat. Dhe ti e vajzë e rritur i thoshe Xhonit, ktheu këtu ku je dhe më çon mbrapa mua. Dhe më çon mbrapa. Me Xhonin s'kam shoqëri para 2 javësh. Dhe pastaj kërkoni llogarit Xhonit. Shkon në shtëpi jemi. Kërkoni llogarit Xhonit. Dhe nuk e di se diçka e keqe. Po, ka qenë gjysma konkurrence. Pra ti alam pjatën edhe Barbonit, Xhoni fut edhe Barbone në shtëpi. Po jo, shok, jo. Po, tani unë e di se është si femër, kur të pëlqet dikush që s'është e duhur, tani unë si mami mikët me frymë, e thënë mos tako Xhonin kur. Po dhe me qesh si pula, ty e lagur, ndërkohë që alam të enut, nuk më duket e shëndetshme. Jo, unë e pava me veshqërsi Emin, sepse nuk desh me prish situatën, se e gjithë e kesh. Unë ka fillimi i herë sa doni ajo tranzitin që më ta shëntirë. Nga thanë, me thënë drejten Emin ka thanë, heq dorë nga Xhoni, si Xhoni jatë toksik, edhe ki dalë nga një situatë, ka thanë, edhe i tu fut prap një situatë toksike. E qa toksikut kam të regun ty? Jo, në këtë marrëdhënie me Xhoni, tha, do me thonë, në paktin marrëdhënie që ki pas me ishin tanë, tha, ki pas një Xhoni, çfarë do me thënë kur e çon një vajzë në shtëpi të lajenët, nëse nuk është marrëdhënie toksike? Po ishim tonet për shtëpi. Po ishim tonet për shef, Marian të bë muhabet. Për talje. Sketi lash pjatat. Ti je shumë i zotit, lash dhe pjatat. Po i lajm pjatat e mia, patjetër se laj. Ma përkthe në botën e Xhonit, çfarë do me thënë që ti erdhe në Tiranë, morë një vajzë dhe vure të laj pjatat. Për shef, s'ka ne keqe, po. Për ta ulur pra o Xhon, për ti treguar kush komandon. Ishim tu kënaq tu kalu mirë. Gjende mirë bën, meqense gjende bën. Po ju kaq të paafta jeni. Goca jeni komplet sipërfaqësore, keni mendjen vetëm të bëj hundë, të bëj buzë, të duken bukur, të vesh sa më shumë xixa, sa më shumë shkëlqim, të bëhen virale, pastaj se çka ka poshtë këtyre xixave, se çka ka aty brenda dhe nëse është bosh, s'ka problem. Jo, dhe vini këtu pastaj mërziteni se Xhoni ju trajton keq. Është gabim. Jo si kanë trajtuar keq, o zhaku. Keq nuk e ka trajtuar ai me këtë logjikë. Ai thotë, po jemi kënaq, kemi kaluar mirë. Jeni vajza dhe këtë feminizmin e përdorni, e keq përdorni siç ju do qefi juve. Dhe juve duhet ju respektojmë vetëm se keni vagin, ndërsa ne të tjerë duhet të jemi në funksionin tuaj si princesa që jeni. Kjo është kulmi dhe jeta nuk funksionon kështu. Në këtë situatë, sipërfaqësore dhe budallaqka, më fal që po e them, keni dalë juve që të dyja. Eme, nëse ti ja një të meta, dhe e di që ajo është e gabuar për të, të paktën unë vetë shikoj kështu, qoftë edhe me motrat e mia ose me shoqe që i vlerësoj vërtet, unë nuk dua të jem pjesë. Bëj çfarë të duash kur nuk je me mua. Jo, me të thënë drejtën, sinqerisht unë as nuk dosha marrës me ju si grup para ca ditësh para se dilshim atë ditë, dhe Miki më tha, sinqerisht Xhoni ndjetë do të thënë ndjetë mërzitur me çat ka thënë në televizor, edhe prandaj dua dhe ty marr, se pse do bëj un third wheel pjesën e çifteve këtyre. Çfarë thon Xhoni për Ketrinën kur është me ju të dyja?
Qa thot javës kaluar, ajo ishte të shtëpia ime të mlaje në dë shtëpinë, kështu që nuk e di qa lavdrimit boti me studiu, kum për nejse. Ato këto janë shumë. Se për me nuk ka video që kum lajan. Osa ndershme je tek sharon. O Emi, po mas çdo gjëra që s'janë kot, a kupton? Çfarë të thot ty Gjoni për Katrinën? O tu shpif. Nuk më ka dhënë. Jo, një sekond. Gjoni do të nxjerr jashtë. Me pak fjalë nuk më ka dhënë, me menu që ka një pëlqim për Katrinën, siç e thot në studio. Për atë punë, po ta ka shprehur që është lojë, që është thjesht për të bëjë situatën. Jo, nuk ka shpreh për punë lojës, thjesht kur e kam pyet, nuk ka dhënë një përgjigje që e kam menduar që ka pëlqim. Për atë punë jam nxeh herën tjetër në studio, e ndoshta jam duke edhe si budalle, po thjesht sepse kur e kam pyet, ai s'm ka dhënë. I thash, a ke pëlqim për Katrinën? Nuk më ka dhënë atë përgjigje. Po ti e ke menduar ndonjëherë si ndihet Gjoni gjatë gjithë këtyre muajve që është përdhosur nga Katrina? E ke menduar ndonjëherë nëse Gjoni ka ndonjë hakmarrë ndaj Katrinës? E ke menduar, domethënë për te këtij pëlqimi që ke ti për Gjonin? Jashtë telekamerave, se s'ma thotë për shemb. A mendon ndonjë gjë tjetër për te pëlqimit që ti ke për Gjonin, pra kur ai të thret ti vrapon? Ke menduar ndonjëherë më shumë për Gjonin? Ore, kush është ky Gjoni? Çfarë përfaqëson? Para se të vija unë përputhen si është sjell. A ka sjellje përsëritse? Edhe atë kam vënë vrejtje. A ke menduar ndonjëherë? Po. Dhe cili është rezultati i këtyre mendimeve të gjata? Mendimeve të gjata që kam pas deri tani edhe sot, kam marrë konkluzionin që nuk du me pas punë me Gjonin. Sot erdhe në konkluzion, domethënë deri tani s'ke konkluzion. Sot ishte dita që ti kuptove. Këto ditët e tjera asgjë s'ke pasur ndonjë informacion të vogël që të kuptoje. Sot ishte dita që ti kuptove. Kam dash edhe në fillim jam prezantu, të thonë që Gjonin kam kam pas dyshimet e Gjoni, kam pas dyshimet e Gjoni. Kam pas dyshime për Gjonin dhe kam dash me e vërtetua. A janë dyshime të sakta? Jo, në pak fjalë. Edhe më doli Me vetëm i pyetje, të lutem mikit. Kaq. Po ti me ato dyshime ke vajtur i ke lar pjatat, prandaj vajtet e pjatat. Po, Gjoni. Pjatat kanë ndonjë para 2 javësh. Para 2 javësh. Më fal. Domethënë me llogarit mikin. Një javë para se deklaroi për Katrinën. Që ti merr telefon e shkruaj me Kneni, me këtë mikin në studio, ku është ky? Po unë e kam shpreh pëlqimin momentin që erdhem në studio këtu, edhe unë tham unë ty, kam pëlqim për ti. E ty nuk jo. Du të distancohem, nuk po më pëlqen, nuk po më bëm. Okej, merr pozicion ti. Ti deri mbrëm, ka ora 1 ose sot mirë bie telefonit dhe kështu pa nda se je shumë e kënaqshme me mua. E këtu në studio domethënë fryhesh nga muhabetet, nga provokimet, del ti nga vetja jote, nga realiteti yt për t'i bërë shefin tjerëve. Pra ai po të bën gati terrenin tani. Ai po thotë që unë dhe Zhaku po të provokojmë. Ai është sjell shumë mirë me ty, po ne po e lexojmë këtë situatën. Ne ndikojmë te ty. Unë kam vuajtur Gjoni pavarësisht të gjë. Po jo në syrin tim të paktën. Po jo, po se si kam po jo në syrin tim, se minimumi për djalin që të njoh unë, momenti që tha deklarou, ti nëse ke realisht një fije pëlqim dhe nuk je duke bërë një lojë. Pëlqimin e kam unë. Një lojë, po deklarojmë për ty. Se Katrinën tek jo se ke ngrit. A thotë është treguar shumë kështu. E ka ulur, e ka ofenduar, e ka ulur. As se ka ul, as se ka ofenduar. Unë nuk flas për goca të tjera kur jam ato. Shtëpim ka la për tokëm ka la enët, ndërkohë Katrina thotë, "Di unë kem bërë ndonjë gjë të tillë." Te Katrina si thotë jem pjesë. Po janë sajesat e Emit. A s'ka thënë këtë gjë se ishim bashkur sa Po jo, pra jo, s'kam të me thënë kur s'ka në. Ti bëri si shaka që haha gjasma. Nëse është e vërtet që ke thënë. Po seriozisht e hala beso. Prallat e Emit. Se nuk po lën të flasin. Miki thjesht tha, ndërkohë që po dilçmë që haha ka ardhur një gocë tjetër nga përputhen që ta pastrojë enët ose shtëpinë, edhe ky tha po Katrina. Jo, pra jo. Po ato fjalë do të Jo, Emi, çka ke këtë mani shpifje. Po zemë më pak se normal jo, e vërtet. Po, e vërtet. Se për me video nuk ka sikur. Ore, as nuk i ke la. Po e kupto tani duan me të fut ty xixa. Ona të shtëpia jam si loj filoj të ti. Po tregoj atyre pra, që sajojnë. Ne sajojmë. Nuk ti sajojmë. Unë sajoj. Po jo pra çfarë kjo? Nuk ka të sajuar. Vetëm unë as nuk rrej, as nuk shpif, as nuk sajoj. Po serioze në mënyrë eksplozimi, po se po Katrina, dhe pjata të shtëpinë madje. Ajo gjë që the ti nuk ka ndonjë. A ka ardhur një herë Katrina vetëm unë shpik ti, gjithmonë thon vetëm unë shpik. Katrina ke shkuar te shtëpia e Gjonit? Jo.
Edhe nuk kum lo edhe seriozisht tham, unë të shtëpia jam nuk i loj Aman se ti e kokra mashtruese, sa disa lodhën duke në gjuhë mashtrimet e tuj, me bajatën, duke di që unë i di gjithë vërtetën me bajatën. Gojen, se mbro pas kena nuk shpëton ty gazetarja kur mbaroj me ty, seriozisht tham, se bi kam jatë se rrën nervat, prej që ke hitë mrana. Ri urt. Kujt piti që urt? Plasi mu për ty, hajt qov, besi e fort, hajt qov. A mund t'i bëj një pyetje Ketrinës? Ketrin, ty të shqetëson më shumë që dikush ka fol për enët dhe ka lar enët, se sa fakti që njeriu që ti u deklarove para një jave dhe shpreh pëlqim të madh sapo të pohoi që ka pat marrëdhënie seksuale me një vajzë tjetër në përputhen, që i ka treguar dhe ka qenë me të shumë afër përveç marrëdhënies fizike. Kjo gjë ti të shqetëson? Unë fala, edhe me një tjetër ka bëvë shqef. Këtë në studio. Për ty është okej që djali që ti po njeh dhe të mban në pjedistal bën qef njëkohësisht me ty dhe me vajza tjera. Ketrina është nga ajo muhabeti vjetër sot e mrapa, ma që zyrtarizohemi, do që t'jemi rregull. Ketrina, unë nuk dua të më bësh për budalla, Kretina, dhe nuk besoj se publiku i përputhen është i gatshëm që ju të dy ta bëni për budalla këtë publik. Por çka kur kush nuk ka të bëj për budalla? Një vajzë si ti me gjak e ke treguar her pas here që nuk i lë gjëra të bien në tokë. Dhe pohon që se ka problem që një djalë që po pëlqen shkon dhe me vajza tjera, kjo mua më duket mashtrim dhe gënjeshtër. Pse? Për ti nuk e ke problem. O my god, unë kum deklaru këtu mrena qi, kum thonë. Nëse ju të dy dilni bashka ky format si çift, do jetë çifti më gënjeshtar që ka qenë këtu brenda. Sepse unë nuk besoj më fare të ndjenjat e tua kundrejt Gjonit, fare zero. Sepse një njeri që ka gjak Ketrina dhe unë të njoh për të tillë. Ta ka thënë Ketrina ka thënë që unë tradhin nuk e përjetoj siç e të përjetojnë mentaliteti shqiptar. Po pse Albin e përjetoi ndryshe kjo? Po pse Albin e përjetoi ndryshe? Sepse Albin nuk e manipulonte dot. Dhe dy, atëherë po tenton manipuloj publikun. Unë nuk përfshihem emocionalisht dhe me Albin çështja kishte të bënte me egon më shumë se sa me dashurinë. Dashuria nuk është kështu. Unë kom ditë që Albi ka shkuar me tjera. Dashuria nuk është disrespekt për njëri tjetrin. Minimumi e respekton partnerin. Derisa e kom ditë që është në gjë serioze. A keni shtyllë kurrizore ju as keni mo? A keni mo shtyllë kurrizore? Më si rini ulur mo, se si duhet palosën një herë majtas një djathtas. A keni mo shtyllë kurrizore? E ka në drejtën e saj Ketrina nëse nuk e shqetëson kur partneri vet ka thënë ajo. Ka në drejtën e saj, nëse ajo e pranon, po janë kushtet e saj, ajo di vetë çfarë pranon në marrëdhënien e saj. Këto janë kushte për të manipuluar, nuk janë kushte të vërteta. Se ajo nuk është ashtu, ajo nuk ka manipuluar ajo, se ajo nga dita parë në përputhen e ka thënë. Unë jam ndryshe, e ka thënë publiku, po. Po kam qenë unë ai që rije dëgjoja me dhe ti bashkë që dëgjonin për orë të tëra që çante për Albin dhe mënyrën se si. Po, dhe kemi qenë po ne të dy që i kemi thënë ka kjo çështje ka të bëjë me ego, nuk është dashuria, kemi qenë po ne të dy që ja kemi thënë. Unë nuk dua, unë jam në një pikë të këtij formati që jam përfshirë shumë Zhaku dhe nuk dua që këta individ mua të vazhdojnë të më manipulojnë. Unë dua të ndjehemi sinqert kundrejt vetes dhe njerëzve me të cilët komunikojnë. Atëherë Aron, me qenë se ti je përfshirë, dhe me qenë se ti ke një komunikim me këta konkurrente dhe jashtë studios, do ta vlerësoja shumë, nëse mund të më thuash pak, ku do të dalë Gjoni? I lar dhe i shplar të publiku. Nuk asnjërin as tjetrën nuk e shef si vajza të përshtatshme për të ndejtë në krah. Atëherë ta nxjerrim nga programi. Po japim mendimi i Arionit. Ja japin këto mundsinë për bërë qef. Ai thotë unë du me bë qef, të i thon po. Ai thot si shof për shtëpi, thot, ai shof për qef. Dhe këto janë aq ndjeleta sa kjo gjë. Përgjithësinë kanë vajzat, duke ka më Gjoni. Nuk ti i dikton do ti tjetrit si të sillet me ty. Ti I ke vetëm pushtet mbi veten tënde. Si sillesh kundrejt tjetrit. Nuk të respekton njeriu që ke përballë, ke të drejtë të ikësh, e ke një zgjidhje. Ju nuk bëni këto zgjidhje. Ju vendoni të rini, sepse mendoni që jeni speciale, jeni të veçanta, që do ta ndryshoni Gjonin, që ai do ta dashurohet me ju, me karakterin tuaj, me bukurinë tuaj. Juve mendoni që jeni ndryshe nga të tjera, që tashmë që erdhe ti në jetën e Gjonit, Gjoni do ndryshojë dhe nuk do jetë më ai djali që shkon lule dhe që bredh shtëpi. Jo pra miki, jo. Dhe ai ta konfirmoi, të erdhi të morin në Tiranë dhe të çoj të lajë në këtë rol ke në jetën time. Nuk e vazhdojmë dot më këtë. Pak fjalë, pak fjalë. Po jo se ne kemi dalë dhe për shef Arion. O Gjoni, ti ke guxim shumë të madh që vazhdon të zgërdhiesh kur ti je për të përjashtuar nga programi. Ti bashkë me Mikelën, bashkë me Emin, bashkë me Ketrinën dhe gjitha vajzat e tjera që vazhdoni dhe ruani marrëdhënie paralele jashtë studios. Dhe në këtë program i rrotulloni situatat sipas dëshirës tuaj. Tani, France,
nuk më ktheve përgjigjen që të pyet aq parë. Shto gjithçka që mësove tani tek kalkulimi yt. Më vlerëso raportin tënd me Mikelën. Jo, unë desha t'japi këshill Mikelës. Mos e mbyll marrëdhënien me Xhonin, thjesht vazhdo me Xhonin, sepse unë kur shikoj ty shoh i karike bosh tash. Vazhdo me Xhonin, thjesht rregulloje domethënë sjelljen tënde, domethënë që krijosh atë respektin, atë karakterin vete. Je më mirë me Xhonin për mendimin tim, unë thash do t'japi këshill ose mendim, ti merr se dush. Unë mendoj më mirë me Xhonin se sa. Pra Franci për ty është sikur Mikela mos ekzistojë në këtë program. Çuna, dikush tjetër nga ju që do donte të dilte me Mikelën, është? Gjej? Kevin? Jo. Indrit? Okej, Mikela shtrëngo Xhonin. Tani do të kalojmë tek një moment tjetër, do ta nisim takimin e Emit dhe Kevin. Arushi Kevin është zgjuar nga gjumi letargjik dhe tani është gati, bëj një shtriqe Kevin për mua. Arush, bëja. Jam shtriq me shpar. Bëje! Jam shtriq me shpar. Kevin ka dalë takim me Emin, është takimi i tyre i par jashtë studios. Emi tha pak më parë, pyetur nga unë që ka interes te Kevin. Do ta shikojmë se si ka shkuar takime. Mendoj që të mos u mbasim kohë sepse do ndjekim sot vetëm pjesën e parë të takimit, dy pjesët e tjera do t'i shohim nesër, përpara se të shkojmë tek pjesa e parë e takimit, kemi një anoncim. Digital bësh gjithmonë pranë teje me programacionin më të larmishëm, spektakël dhe pakete sportive më të pasur në vend. Shkarko tani aplikacionin Digital në televizorin tënd, regjistrohu në faqen zyrtare digital.al dhe më pas abonohu online ose në çdo pikë shitje në Shqipëri, Kosovë dhe në të gjithë botën. Arktohu maksimalisht me kanale televizive live, video on demand dhe Catch-up TV sepse Digital bësh pjesë e familjes. Shkojmë tek pjesa e parë, Kevin Emi. Ku je, men? Po ti. Si t'kam? Herë të vonë. Mirë. Po pse na shkallë muhabetin, si herë dhe atë vonë? Pse? U vonova shumë? Po. Po kisha trafik, me thonë drejtën, nuk e di pse. Qa bësh e sot? Sot që kisha takim me ty, unë mbytën në trafik. Jo vetëm që mbytën në trafik, pe dhe u vonove ja gjysore pas i thet që po parkoshe. Po se me zi gjeta parkima se është zonë që këto që... Po mirë. Shumë e mbi popullume. Se mos po justifikosh. Jo, s'justifikojmë desh po them realitetin me thonë drejtën. Qa bën e ti? Mirë. Mërzite? Pak. Shumë, po. Shumë apo pak? Pak si shumë. Se është kështu shumë gjë e keqe kjo për ti? Po, se të presu. S'ka ndodhë në herë? Jo, ka ndodhë. Po qa ke pësë se janë gjona që ndodhin për? Po, nuk je përshtypje të mirë. Nuk ka përshtypje të mirë? Ja. Tashi, nga dëmë për i vones, mos me dhonë përshtypje të mirë. Po ti pse rri aq i heshtur, aq flet shumë qiell, shumë. Po shtu flasë, mirë është t'jesh qiell, se sa t'jesh kështu që flet kotë në kotë. Apo ja. Apo i ke qef që tipat... Po ma hes pak si kujnë. Jo, s'po ta hedh për kujnë për zotë. Okej. Se kisha për kujnë, të dojë që ti... Të dojë që ti që të kujnë. Po. Qo mirë, s'ka që se... Janë gjëra që, dhe më thënë njeriu, sa të rojë dhe mësoj. Edhe tip kam përshtypjen që me kalimin e kohës, ti ke thënë tip që shprehesh direkt, dhe më thënë, ke diçka të mirë që je sinqert, dhe më thënë edhe shpreh mendimin ta direkt. Po, kjo është e frikshme për ty që nuk dallohen emocionet, as për mirë, as për keq, që shumë... Është e frikshme. Pa emocione, si nuk lexohesh fare si person. Mendoj se kjo është gjë e mirë për mua që s'lexon, me thënë drejt. Jo. Që keq me morë vesh atje se si ndihesh aty janë... Të studi janë direkt kapin, që më mirë këshumë. Si që po thoja, për shumë dhe ti në njerë besej se ke kuptuar që ke folur në njerë gabim, apo jo. Për shumë ke folur e shprehur direkt edhe pasaj je penduar që ke të nëpër thash diçka. Për disa gjëra, po. Po për disa gjëra mendoj që është edhe mirë, se gjithë njeriu t'i bie karma e vetë, se njerëzit reagojnë ashtu në momentet dobta të mijat, po në fund ditës... Të ke kishe këtë? S'kam nevojë të përmend emra. Për shembull, cila është një pjesë që ti në studio po je penduar si tush mbas e ke shprehur.
Disa gjëra në situatën me Gjejn, pa jo gjajti pak dukshme. Pastaj për gjërat e tjerë... Që ofendove Gjej? Po, s'okej s'ishte momenti i duhur, nejse kaloj si muhabet, i kam kërku falje, domethënë kam tentu me rregullat situatë. Po. Edhe sa që dua ta hapu, mërzit edhe e kuptoj. Të drejtën edhe unë si vej faj, sepse ti ofendove domethënë një moment që s'ishte e nevojshme. Po. Por që rëndësika që ke kuptuar domethënë gabimi, ke kërkuar falje, sepse falja është njerëzore, edhe po kjo në gjë sikur po më jep moral në jena në takim. Kishim të bëni me dy individ të mpirë. Kevin mungesë totale interesi për të marrë me detajet, me organizimin e takimit. Pse? A nuk të frymëzon Emi mjaftueshëm, nuk është dikush që ti mendon se ja vlen të përpiqesh pak më tepër? Me thonë drejtën me Emi nuk është se kam më përpara të ke menduar diçka që do vazhdoj me Emin dhe prandaj erdha më shumë takim për të parë se si do shkoj dhe më pas të shoh si mund veproj. Por që prandaj si fillim domethënë nuk përkushtova shumë. E si më duket ky takimi mua Megi si kur ke orë të parë matematik. Po zgjohesh edhe ke orë të parë matematik. E të mërshme, zakonisht ke zakonisht se bëjnë orën e parë matematikën. Fiskulturë mund kesh orë të parë, që tu po i ki marrë me vonesë. Kishte orë e parë matematik. Shumë e keqe, çka krahasimi Arion. Po tani nuk e di Emi që është mësuar me djem më të gjallë, më kështu, nuk e di si u ndje me një djalë. Tani Kevin e tha të vetën, nuk është se ka një s'ka shfaqur dhe as nuk është shumë i bindur në interesin e tij ndaj teje, Emi. Po sun me atë. Tani po ma thua sun se çfarë më them për qen Kevin, se kemi të përbashkëta. Ndërkohë në takim me Kevin ishte e tërhequr më shumë nga çdo takim tjetër që ke pasur në këtë program. Shiko, gati parë është i lezetshëm si mashkull. Është dhe virgjëresh. Kështu që nuk e di. Pra, është ajo që thot Zhaku. Janë marrëdhënie, po flasun. Është ajo që thot Zhaku, janë marrëdhënie sipërfaqësore. Janë marrëdhënie të cilat lindin dhe rriten vetëm në fokus me çka më pëlqen estetikisht. Pra, do ishte interesant ky si djalë tani. Po, Kevin ka lëp thot ajo. Ka 10 herë, po ka lëp ne e dim, e shohim syt në balli kem dhe ne çunat e shohim që është gjithaj djalë. S'është e ta bëjmë qiri Kevin, do ta bëjmë qiri. Okej. Jo, është i lezetshëm plus nuk e di për shtat më shumë me virgjëreshat, kam pas në lidhje me ju e keni mendjen aq shumë te vetja juaj, sa nuk keni shumë jeni aq të fokusuara te vetja juaj dhe te sipërfaqja juaj. Sa nuk arrini do tutje hundës tuaj të kuptoni dhe të blini dhe kur Kevin ka dalë në takime me vajza të tjera. Asgjë. Do me thënë ti nuk je në takim me një të panjohur, ti e di kush është Kevini, se Kevini ka dalë me shumë vajza të tjera këtu. Ka folur, ka treguar. Nëse ti nuk do e kishe mendjen vetëm tek partit që bën me shoqen tënde Mikela dhe do shifi Instagramin e Kevinit dhe si rri Kevini i ulur me këtë del Kevini, që Kevini shoqërohet me babain e vet dhe me vllajin e vet. Kto janë 5 informacione që ty të bëjnë të kuptosh botën e Kevinit. Takimit e kena pa aman se hymë edhe më thellë. Po tani kur nuk marr diçka reciproke, nuk është që do hyj thellë. Tentova një Emi që ishte gati muhabet, krejt. Jo, nuk është vetëm sipërfaqësor, janë shumë gjëra që unë mund të Cila është pjesa e karakterit që të pëlqen tek ai? Sinqerisht, unë kam pas dashje virgjëresh, edhe i kam shumë për zemër. Jo, çfarë horoskopi është me karakteri. Jo, çdo virgjëresh sillet njësoj, nuk është kush, nuk është rregull, nuk është ligj. Çfarë të pëlqen nga Kevin? Nuk Kevin është Demi, çon si ka. Çfarë të pëlqen nga Kevin? Unë thjesht po ta them që ç'a bën Kevin në jetën e tij? Po, më përgjigjem të lutem. Po pyet shumë pyetje si për njëra tjetrës, s'pam lën hapësirë për me u përgjigj. Unë e di se për shembull kam dalë me Gjonin, nuk o përshtatëm, nuk o që i njof dy çuna të rinë, Driti dhe Francin, nuk o që mund t'jap ndonjë opinion. Me Gjejn është mbyll, e kam pasur me këto njerëz nuk përshtatëm. Tani nëse unë kam kalu diçka me një person që ka pasur në njëjtin shenjë dhe e di që shenjat tonë përshtaten, të mund ketë një fillim. Sa përshtatën shenjat tuaja? Po në këtë rast zero, se nuk dha si gjë. Atëre shef që s'është rregull dhe shkrim? Nuk ka si gjë me film. Okej, për mendimin tim, e kështu si mendoj unë. Qa ka i si djalë që ty të pëlqen përveç kallëpit? Me pëlqen pjesa që është më i heshtur, me pëlqen pjesa që s'ka nevojë ti uli njerëzit, ti shaj njerëzit nëpër studio, rri e heshtur, flet në momente të duhur. Okej, do ishte më mirë nëse fliste pak më shumë ca herë, po s'është personi i keq. Okej, Gjoni më ka thirrë shëmtir, me Gjejn jam zën. Nuk ka bërë asnjë gjë kundra me, mos më dal me të. Ka o tregu robi mirë. Se ju jeni pozitive kështu, në momentin ku dikur s'ka bërë diçka kundra jush, më do dilni me dikë. Nuk e keni problem, nëse ka mos ketë bërë diçka kundra jush. Po ku
tjetër i ka bërë. A ke sit? Vetëm ka thënë që e ka problem që dashën e vetë me dalë në parti. Okej, kjo është një muhabet, po nuk o që ka thënë ndonjë gjë na herë. Kjo nuk do me thënë asnjë gjë për Kevin. Nuk e kupton ti nga kjo fjali karakterin e Kevin. Edhe kjo është një deklarat. Është një deklarat. I është keq përdorur kaq shumë, sepse unë vërtet nuk kam, po jo, një sekond. Unë nuk kam parë asnjë nga vajzat, edhe pas deklaratës që ka bërë Kevin, që të dalë dhe të bëjë një bisedë me Kevin, kur edhe ti mund Ketrina, ta nxjerrësh jashtë këtij konteksti, pra mund ta kuptosh me Kevin. Ketrina ka dalë me Kevin dhe prap ka bërë biseda dhe prap kanë shkuar tek mentaliteti i Kevinit. Kevini është një djalë tradicional, ka treguar since day one që ditën e parë se kush është, duke vendosur kufit. Dhe fakti që ai nuk flet, e tregon edhe një herë, konfirmon deklaratat që ka bërë që në fillim të emisionit. Se Kevini thotë që nëse unë mendoj që pabi është një vend i rrezikshëm për të dashurën time, mendoni që do ri do komentoj këto budallalliqe për të cilat flisni ju dhe vjeni ju. E kena thënë për këtë gjë në... Apo jo, mo Kevin? Kaq. E pranon për nuk flet pra. Emi, për pjesën e pse nuk u përpoqa për takimin me Kevin? Location-i, moment fundit. Qa t'ja pun, tani unë si jam mashkullin, falë, shaku, se di që jam barazim gjinit e këshu. Jo, Antoni të shkove në shtëpi. Qa thua? Pra, location-i i takimit, qartësisht, nuk është problem aq i madh, se mund të rregullosh diçka last minute. E di po, Anton, okej, vajta në shtëpi, po kishim shumë herë që di që më gatoj pasta, ndjesha, a kuptoj, ishte pak situatë dyrsha, ishte që po ma gaton të pasën, qa piva aty lëng protokalli, është nuk o qa kam pirë, është munges interesi, edhe tek muhabeti, unë tentoj të hap shumë dritare muhabetit, për kur nuk o reciproke, unë s'do flas me veten. Normal që edhe energjia ime, toni im do ullet. Pra, ndjeve të ftohtë, Kevin. Po. Kevin, qëfar të shqetëson tek Emi? Qëfar të mban kaq të distancuar? Po, ja për shembull veprimi që kishte bërë me Mikin, që kishe vajtur, vënd që ta mbronte Mikin për shembull, i thoshe mos shko, ose kishe vajtur bashkë me Mikin. Takimi është përpara. Unë i thashë asaj, nuk mendoj që është diçka e mungesa karakterit. Po pra, domethënë duhet të ketë një person me karakter, të di mirë domethënë veprimet që bën. Mos të flasi kohë dhe pasaj të pendohet për ato që ka, më kupton? Nëse Emi është pak shprehet shumë emocionale. Ndihesh i përfaqësuar nga një vajzë si Emi? Me sjelljen e saj, me gjitha këto gjëra që thot, mendon, si përfaqësuar. Pra, është një vajzë që ti thua po, është një vajzë që më ngjan mua, do doja shumë që të rija me një vajzë ka këtë lloj sjellje? Jo, besoj se më ngjan. Nuk besoj sepse s'kemi të njëjtat, domethënë, ide. Se më përfaqëson mua, domethënë. Dhe kjo është përse ti nuk zgjodhe locationin, pse nuk u mundove fare? Po, domethënë, thjesht mundova që të bënim një bisedim, njiheshin pak më shumë. Edhe pse të shikonim, ma do vazhdonte apo jo si gjë. Po kush është vajza këtu që i afrohet më shumë Egi? Mos ta marrim sot këtë përgjigje. Do ishte mirë ta shinim nesër mbas se kur të shikojmë çfarë ka ndodhur deri në fund të takimit të tyre. Dua të ndalem pak te komentet që të bëri Kevin për Jane. Emi ti i konsiderove moral. Po. E the qartësisht, unë nuk kam ardhur këtu që të më bësh moral. Po se tani unë e di gabimet e mia, i kam kërkuar Jade pafundësisht falje, nuk o që e kam përmend temat, edhe as emrin e atij madje në këtë program, e kam lënë shumë qartë tani, nëse unë po vazhdosha të sjelljen me pak gjuhë banale e tjera, e kishte gjithë drejtën e botës me mbo moralin. Po tani sinqerisht unë kam reflektuar, kam disa javë tani që po tentoj të rri pak më heshtur, të flas në momentet që është duhur, se sa pa duhur. Edhe pse po më jep leksion, unë 22 vjeç, jam 23 vjeç, këtu është gabimi. Më japësh leksion. Që ti e merr, domethënë, se tush e merr keq, e merr për ters, thua ky po më bën moral mua, ndërkohë që unë thjesht dash një këshill. Sepse ti vetë pranove që kishe bërë gabim. Edhe unë ta këshillova si gjë që mos ta bëje prap. Mos me Jane, me një person tjetër. Jo me mua pra po thot. Emi. A e kupton? Po. Pra, këtë sjellje po thot që e ke bërë me Jane dhe mungesën e respektit që ke treguar ndaj Jade, duke vënë gjithmonë në qendër të bisedës vetveten, mos e bëj me mua, sepse unë kam karakteristika të ngjashme me Jane. Atë të tha, e kuptove? Po. Pra, nuk po të bënte moral.
po të jepte nga vetja vet një senjal. Po njëkohësisht mund gjaj edhe si mungesë interesi, se nëse ai kishte pas vuajtë çrekun e vëmendjes të sjelljes time apo ç'a bëj unë, do shikonte që kam tentuar të mbaj gojen më shumë, të rri më herë, të flas më tamam, edhe kishte nevojë më bo. Ai, domethënë kjo është diçka nga një person që mund të e ke pa një herë që jam bërë pak histerike dhe thot, mos e bë këtë gjë se mua s'më pëlqen, po ti do të shikosh vetë unë po tentoj ta rregulloj. Nuk ke nevojë ti, unë e kuptoj që ti nga që je në faj, kur tjetri do të bëj një bisedë e merr si moral. Në këtë rast nuk ishte moral, ishte tentativë për të krijuar ura komunikimi. Pra Emi e dashur edhe unë, jam i ngjashëm me Xhen, jam se dërli, më ngel hatri shpejt, nëse thua fjalë banale, nëse flet aty ku nuk duhesh, nëse je tepërt, edhe mua nuk më pëlqen sepse jam një djalë serioz tradicional. Apo jo, mo Kevin? Nuk e mendoj që mendoj aq thellë, në të drejtën. Ai s'kishte vendos ku me dalë në takim, jo, më dhën mu. Sepse vajza, nëse ju shkoni të gjitha te shtëpia e Xhonit, i lani pjatat Xhonit, dhe ti shkoni tapetet Xhonit, do thot Kevin, ç'a më ngelet mua do më ndesh rrobat. Si ishte ashtu, se unë s'kam shku te shtëpia e Xhonit me i la pjatat. Mirë, meqense përmendët Xhen, dua të ndalem pak Emi tek marrëdhënia jote tani me Xhen. Thuaj që i ke kërkuar ndjes në shumë raste jashtë programit. Nuk duhet se pajtu është një fjallë e madhe, por jena okej, jena neutral. Domethënë normal që ndodhi gjithë ajo dramë, kështu ashtu, po i zura shumë faj edhe i natë Gjejt, që ishte gabim në atë moment, kur në kisha nevoj me pa kush po rrestoja me vetën dhe kush kisha pranë meje. Se flasim trosh, Gjej mashkull, falës po mik zëri, Gjej mashkull është, okej, nëse i femër jep zemër, nuk është katërheqje për femrat, normal që do ja varja, do me thonë, Gjej, filtra, pëlqime të veta s'ka. Kush kalon para o burra Gjej? Jo, po janë të përposin, apo jo, kush të gatshon që gatshmo. Kush kalon para o burra me të katra? Po mirë, nëse s'ma pëlqen përgjigja, mos ma pyet. Mua s'ma pëlqen përgjigja. Jo, unë nuk jam tu për të pëlqyer, po mos pëlqyer përgjigjet e tua. Se s'flasim në kontra cigana tjetër, unë kisha dikë që e baja në shtëpi, në ndërkohë ajo kishte plane me marrë atë që unë e kisha qef. Flasim për ato moralisht. Kur ti e tregon veten bosh dhe ke disa standarde morali, se unë Ketrinës jap dorën, qep baba dorën, sepse Ketrina thotë unë jam një grua e lirë që nga fillimi. Po kur ti vjen këtu, ajo është që qa gruja lirë, bo si kërë shoqe jo për më përfitu, pasaj ta fut. Dhe nga mbrapa bën të njëta sjellje si Ketrina, jo. Kam një që drasë që është kështu. Këtina i nxjerë qunat gjithë mbas jush, do me thënë, këta që kanë kështu, qenë të harbuar që dalin gocat para dhe ymet katra nga mbrapa, se s'kanë kontakte të tjera me vajza në jetën e tyre. Vetëm juve ju kanë, ajde o gocat tani mjaft. Jo, s'po mirë. Në momentet që... Wow, okej. Po më pëse në t'jenë të arsyeshme Emi ti kërkosh ndjes Gjejt, kur ti mendon që kjo është një pabesi që të shbër nga shoqja jote? Jo, unë i kërkova ndjes për ato fjalët që përdora me të se si ishte duhur, sidomos në ato raste dhe kishim një lloj afrimiteti si ishte duhur dhe sinqerisht akoma ndjem keq, mund të kishte sqaruar ajo situatë shumë më mirë, prandaj ndjem keq, jo për gjithçka që ndodhi, unë reagova shumë normale. Gjej. Diçka kam vënë re thjesht kohët e fundit, se nuk e se dua që ta komentoj shumë. Kam vënë re që kohët e fundit s'po e bën më këtë lloj gjaje. Do të thënë, po sigur ka reflektuar. Po ka reflektuar. Ka reflektuar dhe po mendohet goxha, do të thënë, para se të japi një përgjigje dikujt. Do të thënë, ata që bëri me mua nuk po e bën më. Edhe është një gjë mirë për veten e vet. Mirë, ti ke qenë kategorik Emin e vendose në listën e zezë. Tani ku qëndron Emi? Duke ndodhur këto gjëra, unë kategorikisht do të thënë nuk e shoh veten për të pas diçka. Sepse themi ata që është, nuk kam asnjë lloj gjë. Me Ketrinën ku je? Nuk do të jap koment, sepse është diçka për më vonë. Okej. Ti Zhak mendon që këto raporte që po zbulojmë, këto të pathëna që po dalin publikisht, nuk të çojnë asgjë kunde? Për ata vetë? Po na çojnë. E thash, shumë herë ku na çojnë, nuk mendoj që është okej ta përsëris edhe një herë veten. Secili mban përgjegjësi për veprimet e veta dhe këto vajza duhet mbajnë përgjegjësi për veprimet e veta. I shoh shumë jo serioze, shumë të dedikuara mbas gjërave të kota, të pavlefshme që nuk i çojnë asgjë kundi, me moral të katërfisht, duke drejtuar gishtin nga mikeshat e tyre ose duke u viktimizuar, shumë konfuze për vetveten, për jetën e tyre, për të ardhmen e tyre, shumë konfuze kundrejt djemve.
nuk dua të besoj që këtu janë vetëm për ato klikime apo për të bërë të famshme, sepse fama, më besoni, nuk ju siguron as lumturinë, as asnjë gjë. Prandaj dua t'i vendos emrin Panairi i kotësisë. Dhe nëse këto vajza nuk e kuptojnë që po i referohem atyre duke përdorur fjalën kot, bosh, thagmë, unë nuk e di më ç'a të bëj. Ndelo. Më të mia nuk ju jap dot. Thuaj pak, ke qenë e heshtur gjatë këtyre tre puntatave. Dua të di çfarë mendon dhe ku e gjen veten ti përpara këtyre linjave të tjera që janë zhvilluar në fshehtësi në studio, por jashtë saj. Jo, unë po vazhdoj të njëjtat njohje në të mënyrë si fillova. Kemi filluar këtu dhe po e vazhdojmë këtu. Do të pyes një herë për këtë marrëdhënien e Mikelës dhe Gjonit, çfarë mendimi ke? Unë mendoj që nuk janë 100% të sinqertë. Sa? As njëri, as tjetri. Nuk e di. Duket sikur shumë egzageruar kjo viktimizimi nga ana kësaj. Ti e ke shok Gjonin, ti ke dalë me Gjonin, diçka duhet ta dish. Si? Ti e ke shok Gjonin. Kemi një lloj shoqërie, po. Po pra diçka duhet ta dish përderisa po e thua. Jo, unë them atë që shikoj unë këtu brenda. Po çfarë për shembull me ke një lloj shoqërie ta thot diçka, çfarë të thot? Nuk është se më thot për gocat. I mban për vete disa gjëra, nuk është se më thot. Se ai po e ka shprehur për gjitha, kështu që nuk mund t'i tregoj gjitha gjërat që bën me gocat. Po për të që po shoh këtu, nuk i tregon gjë sepse ai ka shprehur për Ndelun, fal. Po ti Ndelu do dilje me Gjonin? Jo. Pse? Sepse nuk e shoh një person, unë kërkoj një lidhje serioze, nuk dua të los. Edhe Gjoni këtu na ka treguar që i pëlqen gjitha, që provon me gjitha, edhe ka ardhur për t'u argëtuar këtu. Jo. Si person nuk kam gjë për të thënë, që më duket shumë i mirë, gjitha, po për të patur diçka më shumë se një shoqëri nuk mund ta shikoj. Okej, nuk është se s'ka marrë dhënë thojza për qëllime serioze, po thjesht nuk kam gjetur atë seriozitetin për të bërë serioz. Do thua që goca këtu janë gjitha kështu për tu tallë? Jo, nuk janë për tu tallë. Domethënë duhet me njoh disa pika për t'i pa sa serioze janë për një marrëdhënie serioze. Të është bërë ndonjëherë ftesa ty për të larë pjata? Jo. E din gjatë për gjigjen time. Të është bërë ndonjëherë ftesa për darkë? Për të ngrënë darkë me Gjonin? Po. E ke pranuar ftesë? Me thënë ti dhe Gjoni s'keni ngrënë ndonjëherë darkë? Jo, vetëm kur kemi dalë mbas. Kur jeni shoqëruar? Kur kemi dalë mbas takimeve, mbas këto puntatave, që ikim shtëpi edhe ndonjëherë kemi ndaluar që kemi angur bashkë. Çka ke kuptuar nga karakteri këtyre djemve që i ke njohur edhe mbas programit? Nuk e di, për atë që kam parë më duken që akoma duhet të rriten një pak. Se edhe se janë shumë të mirë, kanë disa pika që nuk të çojnë të krijosh diçka. Ka janë papjekur. Po. Ndalon. Janë të kompleksuar. Janë të kompleksuar djemt e përputha? Duken sikur janë shumë, sikur kanë frikë. Sikur kanë paranoja që kush e di se ça. Nuk provojnë për shembull. Edhe Genti, njëjta gjë nuk ka provuar ndonjëherë jashtë programit. Shqiptar që në shtëpi duan vajzën e virgjër, por like i bëjnë gjitha vajzave që janë me rroba banjo. Kjo është paranojë që kemi në gjithë ne djem shqiptar. Okej, mirë, e mbyllim me këtë pra. Pranon. Mendoj që meriton një duar tërkite për këtë. Jo, më është vërtet, çfarë se ta pranoj, është realitet. E mbyllim me këtë deklarata e Arionit dhe bashkë do të shihemi nesër. Rikujtoj që do vazhdoj me takimin e Kevin dhe Emit. Shpresoj që dhe ajo që tha Ndelu Kevin të vlej për ty, që nesër të kesh më shumë vetbesim, të jesh më i sigurt tek vetja, ti thuash gjërat siç janë, ti shkosh deri në fund. Bashkë do të shihemi nesër. Faleminderit që ishit me ne në YouTube dhe episodet e plota.